Mirëmbrëma dashur teleshikues, mirë se vini këtu në bashkëpunimin mes emisionit Qendrim nga unë Teddy Mene në ACTV USA dhe zotit Mujo Buçpapaj nga RTV Nacional. Sonte do të flasim për ndodhjet e fundit politike në Republikën e Shqipërisë, duke nitur që nga samiti i diasporës, duke pyetur dhe veten se si ai vërtet shkoi dhe sa ky samit realisht përfaqësonte nevojat dhe kërkesat e mërgatës shqiptare për ballshtetit mëm, e ashtu dhe ndodhjet e tjera të fundit që kemi parë mes të gjithë krahëve politik lidhur me propozimet e tyre për kodin e ri zgjedhor, potencialisht. Si fillim të përshëndes zoti Mujo dhe mirë se vjen sërish virtualisht në këtë bashkëpunim tonin. Ju përshëndes Teddy, ju dhe gjithë shikuesit tuaj, është kënaqësi gjithmonë të bashkëpunoj me ju dhe me emisionin e famshëm në Qendrim. Falenderoj shumë. Ndërkohë, para se të vazhdojmë, i bëj thirrje shikuesve të ndjekin dhe në rrjetet tona sociale, Albanian Community TV në YouTube, në Facebook, në Instagram e po ashtu dhe RTV Nacional. Të bëjnë subscribe, like edhe share, se është në shërbim të kauzës gjithmonë. Tani, si u duk juve, nuk pa le ta nisni ju, nuk po e nis unë nga Mërgata, po ju pyes njeriu, si u duk juve ky samiti i Mërgatës? Ç'është vërteta në thelb si koncept është i mirë, sepse Shqipëria ka rreth 3 milion shqiptarë jashtë, ndërkohë që ka më pak shqiptarë brenda, dhe gjëja e parë që duhet i shkojnë mend një qeveri është që të shikoj se ku i ka këtë pjesë të kombit saj, këtë pjesë të popullsisë saj, si është organizuar, çfarë lidhjesh mban me shtetin, me kombin, me familjet, në mënyrë që ajo t'ua lehtësoj sadopak marrëdhëniet me Shqipërinë, t'ua lehtësoj jetën atje dhe sidomos të nxjisë marrëdhëniet kulturore, arsimore dhe gjithë ato që përbëjnë ruajtjen e identitetit dhe çfarë është në dilemën e gjithë emigracionit shqiptar mes integrimit dhe ruajtjes së rrënjave apo identitetit. Pra, për një fëmijë reciproke të përbashkët. Po duhet përshëndetje, sepse ato që unë e kam vërer gjithnjë këto 30 vitet e fundit që unë kam shkuar dhe ardhur në diaspora apo një periudhë shkurtër që kam jetuar në New York e tjerë, shikohet se edhe në samit nuk u trajtuan, për shembull siç është mungesa e qendrave kulturore të komuniteteve shqiptare në shtetet dhe në qytetet e mëdha që jetojnë shqiptarët në Evropë apo në Shtetet e Bashkuara. Pra problemi që nuk u ngritën fare në samitin traditor të diasporës, siç janë mësimi i gjuhës shqipe, që përgjithsisht janë vetë organizime dhe kontribute individuale dhe mundësitë e shkollimit të fëmijëve. Unë i ndoqa disa prej eksponentëve të njohur dhe mund të themi që vetëm 5% ose 10% e fëmijëve shqiptarë arrin që të shkojnë ato shkollat e improvizuara të mësimit të gjuhës shqipe. Pra, ky është një dështim institucional i qeverisë shqiptare, sepse ajo ka përsëritur disa herë thuajse në çdo samit këto 4-5 vitet e fundit, ndërkohë që akoma nuk e ka realizuar. Pra, është thënë që do vihen mësuesit e gjuhës shqipe, do të paguhen me rroga nga Ministria e Arsimit dhe do të plotësohen edhe me mësues nga Shqipëria, por kjo nuk është realizuar. Unë madje këtë ta them edhe si dëshmitar, se jam pjesë e një shoqate e cila ka një klasë shqipe. Ka disa klasa shqipe, me mbi 170 studentë dhe pagesën për mësuesin ne e paguajmë vetë. Madje dhe librat nuk na e ka dhënë shteti. Nuk ka bërë asgjë. Ne nuk bëjmë as sa shteti i ri i Kosovës, që ata janë shumë më përpara, kanë një ministri diaspore, ndërsa ne kemi mbajtur një ministri diaspore thjesht si ministër shteti dhe kanë heqë dorë dhe kanë futur përsëri në kuadër të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, por e rëndësishme është që përgjegjësia e qeverisë dhe shtetit do të ishte e njëjtë, sikur kur ka një ministri e cila normalisht do të ishte shumë ma personalisht me bazë më të gjerë njohje për diasporën, por një tjetër problem që nuk u ngrit në samitin e diasporës ishte sepse konsulatat dhe ambasadat shqiptare thuajse janë në dyert të mbyllura, nuk u përgjigjen emaileve, telefonatave, kontakteve. Pra në një farë mënyrë janë kthyer në sektor të mbyllur dhe u kanë vështirësuar jetën e migrantëve shqiptar për dokumente, për të natyrave të ndryshme, të cilët duhet udhtojnë me qindra kilometra për të shkuar tek një ambasadë apo një konsulat dhe
kjo as nuk u mbajt përgjegjësi nga administrata aktuale qeveritare, por as edhe nuk u trajtuar në summit. Pastaj një tjetër problem është se summiti u dominuan nga politikanët, domethënë. Ishte vetmi rast ato 2-3 ditë që emigracioni të fliste, të dialogonte, të ngrinte problemet e saj dhe qeveria të dëgjonte, të mante shënime dhe të merrte angazhime, por kjo nuk ndodhi thuajse asnjë nga truezat që u zhvilluan në summitin e diasporës dhe para ata ngjan më shumë havje se një turistët dhe mund të themi se emigrantët u përdoren si dekor dhe jo si zë, jo si problematik dhe jo si përfaqësim të vërtet të shqetësimit të komuniteteve shqiptare që jetojnë pra patëm një monolog të ministrave që është të kryetari grupit parlamentar, të proces të tjerë që s'kishte lidhje fare, domethënë një kryetar i grupit parlamentar. Një fushat për në fushatën e Partisë Socialiste. Si një trup elektoral e rezervë, masën se zgjedhjet e pushtetit lokal po afrojnë pas një viti dhe këta i kanë ndezur edhe njëherë motorët në atë minutë. Tani, shisa, pa domethënë, tani kryeministri foli aty, foli. Nuk e ndërprerur njëri, besoj. Apo ja. Nuk e ndërprerur njëri. Jo, foli deri në fund, rregull. Këta ministrat nuk e ndërprerur njëri, besoj. Folën deri në fund, edhe këta të ftuarit. Ndërsa kur vinte puna për këta të mërgatës, ishin me kohë. Mbare koha. Ose kur ngrinin një problem pronash apo X, Y, ose thonim se nuk dalin të flasim, apo mbare koha tani. Se foli kryeministri gjysmëore, tani ty të mbare koha patjetër. Dhe unë s'kuptoja diçka. Ajo nuk ishte summit, ajo ishte konferencë shtypi. Pse? Sepse ti si nga mërgata, merre mikrofonin dhe ose i drejtoja atij zotërisë një pyetje, ministrit dhe merre një përgjigje, ose po t'i thoja një propozim, ai thoshte faleminderit, tjetri. Kjo është konferencë shtypi. Vinin njerëzit thoshte ora kemi këtë ide, thoshte ai. X, nuk ka rëndësi ideja, kemi këtë projekt për shembull. Për X qendër për nuk ka rëndësi. Kemi punuar me 1 2 3 4 pika. Bravo, thoshte ai, faleminderit, tjetri. Po kjo s'është summit. Kjo nuk është summit, sepse këto diskutime duhet ishin bërë aty. Nëse këta pretendojnë që këta të mërgatës të shkojnë me këto projekte nga pas dhe të takohen me këta pas, atëherë thuaj, nuk është summit, thuaj, ne do bëjmë këtu një konferencë shtypi dhe takohemi pas. Summiti është të diskutohen aty gjërat, dhe aty nuk u diskutua asgjë, aty është vetëm pyetje përgjigje dhe ti jep propozimin dhe ai thotë faleminderit tjetri. Dhe kur e merr mikrofonin tjetri, po të thotë ai tjetri ndonjë problem për ta, të mbaroj kohë aty, tjetri, kaloj mikrofonin. Ky është summit. Unë nuk di që kjo të ketë lidhje me definicionin e një summiti dhe dua të ngre pak diçka. Po lexoja ftesën për të bërë kjo e mundur. Nëse nuk gaboj, te ftesa ishte pra kishte një agent dhe tema kryesore ishte për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tek ftesa. Pra do ta marrim mërgatën dhe do flasim për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pa nuk ishin të përfshira në ftesë problemet e mërgatës. Tani un kam një pyetje. Si bëhet, sepse kur ti e thua që ftesa është për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, supozohet që ti dhe mërgata të diskutoni si Shqipëria të integrohet. Po si bëhet për atë pjesë që është euroskeptike për shembull? Ti më fton mua të më thuash, hajde, më fal, integrimin e Shqipërisë në BE në 2030. Fix agendën që ka Rama. Pa ti do të shkosh aty, duhet të jesh dakord. Po ja unë s'jam dakord që futemi në 2030, apo s'jam pjesë e summitit, ose jam euroskeptik. S'ka. Do vish në 2030, po si e dakord, nuk mund vish. Tani, si ma shpjegoni ju, si kjo mund quhet summit? Se po të hymë në fjalor të lexojmë definicionin, s'është kjo. Kjo është konferencë shtypi, fushat e PS-s, pra ka disa fjalë që mund t'i vëmë. Po summit nuk ishte një summit për diasporën, siç i organizojnë si Kroacia apo vendet që kemi ne përreth që kanë traditë të vjetra në këtë fushë. Ishte më tepër një konferencë për kurimin e imazhit të qeverisë për të krijuar idenë që shqiptarët në Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në botë janë mbështetës të qeverisë dhe e vërteta është pra ato që thash po përdoret thjesht si rezervë elektorale, por jo si një problem që duhet trajtuar më së fundi. Shqipëria duhet marrë përgjegjësitë e saj, sepse diaspora prej 30 e sa vitesh ka sjell gati nga $1 miliard apo euro ekonomisë familjare, por edhe ekonomisë shqiptare dhe nuk ka marrë mbrapsht asnjë tekst shkollor, asnjë abetar, asnjë rrogë mësuesi, asgjë, pra është një turp për Shqipërinë që
vijon të trajtojë shqiptarët në këtë mënyrë, sidomos në mënyrë praktike dhe elektorale, por tjetra ishte përzgjedhja elektorale, përzgjedhja e kandidatëve apo i delegatëve të diasporës ishte bërë tërësisht me kritere ideologjike. Të gjithë miqtë e mi të cilët kanë role shumë të rëndësishme në shoqatën e mësuesve në infrashin në Greqi, apo në shkollat shqipe në Itali, apo në Zvicër, apo në Gjermani, të cilët botojnë të Gazeta Nacionale dhe unë e djeg historinë e tyre, disa dhe i kam vizituar, asnjëri prej tyre nuk janë thirrë për shkak se konsiderohen si votues të së djathtës. Dhe kjo domethënë ishte në atë konceptin që vetëm duhet urojmë qeverinë, urojmë ministrat një nga një dhe të mos shprehim asnjë vërejtje, asnjë pra nuk pati transparencë me përfaqësim, dhe kjo është një fyrje shumë e madhe. Një shtet në këtë raste nuk duhet veprojë me kritere ideologjike të ngushta partijake, sepse i fyren shumë rënd ata që punojnë për Shqipërinë, për gjuhën shqipe, për ruajtjen e identitetit shqiptar, apo që janë vërtet ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në çdo vend të botës ku ata jetojnë. Pra, kjo qastre i përjashtoi gjithë zërat reale dhe 2-3 vetë që arritën të marrin fjalën edhe që u shprehen me qëndrime kritike edhe ndaj tyre në mënyrë turpshme, ajo që drejtonte, po themi, konferencën, dilte dhe tërhiqte mikrofonin, pati edhe skena banale, jo vetëm një ta mbyllim këtu apo të kalojmë te pyetja tjetër, por edhe një përndeshje për mikrofonin që është një gjë shëmtuar, sepse në këtë rast kur tregon intolerancë dhe ndaj diasporës aty dhe në një samit e tmerrshme. Ai ka ardhur nga Amerika, ka paguar $1.300 bilet ai. Ka ardhur, po të marrë kohë aty, aq. Asnjë bilet nuk ishte heq nga qeveria. Asnjë hotel nuk ishte heq qeveria. Asnjë trajtim, po të themi akomodim që përfshihet në gjithçka kudo, zero. Do me thënë ata kishin ardhur të gjithë me shpenzimet e veta. Kështu që të paktën lëre të flasi. Nuk, sepse nuk u shpall një program i qartë, nuk pati asnjë objektiv, pra. Nëse çfarë u than këtë summit, edhe ne si gazetar apo analist apo opinionist, asgjë nuk është marrë vesh, dhe nuk u dha asnjë afat për asgjë, domethënë as për shkollat, as për mësuesit, as për rrogat, përfundimisht një paradë elektorale dhe është shumë e shëmtuar, domethënë që Partia Socialiste e Shqipërisë, qeveria e saj organizon spektakle të tilla, të paktën të panevojshme, sepse më shumë u fyen njerëzit se sa arritën që të marrin një përgjigje nga qeveria se çfarë do të investohet për gjuhën, për kulturën, për shërbimet konsullore, për një mekanizëm për përfaqësim, identifikim të njerëzve që punojnë për interesin kombëtar, për gjuhën shqipe, po themi për prezantimin e Shqipërisë si imazh kudo në botë, asgjë nga këto nuk pati, dhe mund të themi që ishte një mekanizëm elektoral, një mekanizëm politik, por që me ata pak zëra që arritën të debatojnë, që arritën të bëjnë pyetje të paktën, megjithëse s'morën asnjëri prej tyre përgjigje, të paktën u mor vesh që samiti kishte një përzgjedhje politike, ishte mbi kritere ideologjike dhe partijake dhe nuk kishte një përfaqësim për interes kombëtar dhe për Shqipërinë, por thjesht për të siguruar një trup elektoral me idenë për shmëruar edhe i pjesë diasporës patronazhiste. Kam edhe një kundërshtim tjetër me këtë që ndodh, që është shumë e rëndësishme. Tani, kur flasim për Mërgatën, supozohet që Mërgata janë shqiptarët që janë larguar, ata kanë krijuar marrëdhënie me një shtet të huaj, e zëm për shembull Amerikën, dhe ti si shtet shqiptar vetëm do plotësosh disa nevoja jo konsullore, jo të gjuhës, jo të kulturës, pra gjëra bazë, por ai shumicën e nevojave e ka nga shteti ku jeton. Tani ka një diferencë këtu. Shqiptarët në treva, që këta i quajnë Mërgat, në Maltëzi, në Maqedoni, etj, nuk janë Mërgat, sepse ata kanë qenë tokat e tyre dhe aty kanë qëndruar. Ta nuk janë mërgjimtarë. Tani ka një diferencë. Kur unë jam mërgjimtar, ti më detyrohesh mua vetëm të më ruash gjuhën, kulturën edhe ca shërbime konsullore. Çdo gjë tjetër unë e kam nga Amerika. Nëse Amerika mua nuk ma jep, nuk është faji i Shqipërisë.
Është marrëdhënia ime me Amerikën. Dhe këtu shteti shqiptar ka vetëm disa detyrime bazë që quhen detyrimet për diasporën. Tani, detyrimet për diasporën nuk janë paketë që supozohet të mbulojë shqiptarët në treva. Sa ai në treva ka nevojë për një suport ekstra nga ty, sa ai nuk është larguar nga ato toka ndonjëherë. Pra ai nëse nuk i merr ato shërbime nga Maqedonia, ti duhet lobosh që ai t'i marri. Nuk është sikur nuk i marrun nga Amerika. Se si marrun nga Amerika, ti më thua mua, zotëri, ke ikur, vazhdo. Puna jote, problemi yt. Po atyre në Maqedoni nuk u thua dot problemi yt. Pse? Sa i s'është larguar në Çamëri, në Ilirid. E tham në Malsi, Kosova sigurisht ka shtetën e saj. Ndërkohë këta i konsiderohen si mërgjimtar. Ç'kuptim ka kjo tani? Ky është një koncept idiot në kuptimin edhe gjuhësor, edhe në kuptimin kulturor, edhe në kuptimin kombëtar, etnik e tjera, sepse është një turp për ndonjë eksponent të kësaj qeverie që të quajë hapësirat shqiptare etnike si diasporë. Këto thjesht është mjerim shumë i madh për këtë administratë dhe për këtë qeveri. Unë e kam trajtuar shumë me shumë editoriale dhe shumë debate në televizionet e Tiranës këtë problem, por më të them tani që shteti shqiptar në përgjithësi që nga themelimi në 1913 dhe gjerë sot 2026 nuk ka shpenzuar asnjë dollar për shqiptarët në luginën e Preshevës, Sanxhakut, të Kosovës, shqiptarët e Malit Zi, shqiptarët etnik në Maqedoni, apo për arbreshët d'Itali, apo për shqiptarët në Greqi, që janë rreth 4 milion qytetarë grek, po me gjak shqiptarë dhe shumica e flasin gjuhën shqipe një lloj si unë edhe ti, dhe kjo është një vërtetë e pamohueshme. Pra, në rast, jo vetëm që Shqipëria ka me kushtetut, të paktën në hyrjet kushtetutës, interesimin për shqiptarët në rajon dhe në botë, por ajo nuk e ka shfrytzuar asnjëherë. Për shembull në Shqipëri veprojnë 10 fondacione kulturore italiane, britanike, gjermane, zviceriane, greke. Po kështu edhe në Kosovë çdo shtet ka ngrit fondacione të tyre kulturore që investojnë për restaurimin e veprave të artit, për kulturën, për çdo gjë. Edhe Maqedonia ka një qendër kulturore në Shqipëri, dhe ndërsa Shqipëria nuk ka asnjë qendër kulturore në Shkup. Pra, nuk është që ne ndalojnë në ndërkombëtarët, apo është një traditë që synon apo sjell synime që mund të themi atë të bashkimit kombëtar e tjerë që ta e kanë frikë as ta përmendin, por në pikpamjen kulturore, pra e obligon konstituta, është një praktikë ndërkombëtare që ashtu siç veprojnë gjitha shtetet e rajonit, po edhe të Evropës, që kanë fondacione kulturore që merren direkt, por edhe me promovimet e kulturës tyre. Shqipëria nuk e bën. Dhe ka hequr dorë. Mund të them që ishim në summit në Tivar për masakrën e Tivarit, të ndodhur 81 vjet më parë, ku janë ekzekutuar 7.000 shqiptarë të Kosovës, domethënë thjesht janë marrë për mobilizuar për luftë dhe janë ekzekutuar. Dhe prej 80 vjetësh as i gazetë shqiptare, televizion nuk trajton asgjë për shqiptarët e Malit Zi, shqiptarët etnik që janë asimiluar, u ndruar mbi emret, janë detyruar të shpërngulen në Shtetet e Bashkuara të shumicë tani në New York, në Boston e tjerë. Dhe askush, pra, është një shtet që nuk ka një boshtë kombëtar, pra mbi parime evropiane apo demokratike apo të bashkëpunimit, nuk ja ndalon as i shtet që Shqipëria të interesohet të ngrejë qendra kulturore. Është gjithë në toka e Kosovës me kisha katolike shqiptare mbi 2000 vjeçare që janë po i zbulojnë francezët dhe zvicerianët bazilikatën e famshme, domethënë të perandorit Justinian, domethënë kushtuar Dardanisë dhe vepra të jashtëzakonshme, po i zbulojnë zvicerianët tani në Pogrades, në qytetërim në linë të Pogradesit, qytetërim 8.000 vjeçar, ne nuk e bëjmë. Tani Universiteti i Bazelit ka dhënë një fond 4 vjeçar për studimin e gjuhës të shqipe të antikitetit. Nuk e ka bërë historikisht as Instituti i Gjuhësisë, as i letërsisë, as i arkeologjisë, asgjë. Pra tani gjithë, siç ishte edhe artikulli i 33 gjuhëtarëve më të famshëm, lingvizëm më të famshëm në botë 2 vjet më parë, në revistën shkencore amerikane,
që e shpallë gjuhën shqipe si gjuhën më të vjetër në botë, që flitet ende, përpara armenistës dhe greqishtes. Këtë nuk e bën, domethënë Akademia e Shkencave dhe Instituti i Historisë së Shqipërisë, as i Kosovës, as universitetet shqiptare, as katedrat e gjuhës. Pra, askush se merr vesh se çfarë identiteti do kemi mas 10, 50 apo 100 vjetësh, sepse nuk jemi duke investuar jo vetëm në emigracion, në diasporë fare, por as të brezat që po lindin dhe po rriten në Shqipëri. Dhe tjetër është ne ka interesuar për diasporën, por çdo vit në Shqipëri prej 4-5 vjeç hyn nga 60.000 emigrant me ngjyrë. Dhe në rast se futen nga 60-65.000, ne pas 10 vjetësh Shqipëria do jetë e zezë. Pra unë nuk kam ndonjë, domethënë nuk jam racist, po e dua kombin tim. Pra është një katastrofë, po pra ne do kalojmë gradualisht, domethënë në minoritet, në rast se vazhdohet me këtë ritme. Të vinë 30.000 indonezianë, 25.000 indianë, afrikanë. Them diçka. Deri dje kam kujtuar sikur problemi që historia jonë nuk del në pa kanë qenë këto lobimet e huaja. Pra jo që influencojnë në Shqipëri, jo paguajnë, jo korrupsione, jo gjëra, jo rryma greke, serbe etj. Sot kuptoj diçka tjetër që nuk janë këto shkaku. Këto janë edhe këto, nuk po them që janë këto. Këto janë. Shkaku është se jemi vetë. Sepse nuk e bllokon askush shtetin të nisi ca libra. Nuk e bllokon njeri, nuk i thot njeri gjë. Ju e thatë vetë. Nuk po dalim me tezën e Shqipërisë madhe. Nis mor ca libra, nis mos i quaj mërgjimtar të paktën. Mos i quaj ose mos dali ministri të thot ata idiotët shqiptar në Maqedoni. Ka gjëra të vogla. Këto janë diferencat. Këtë nuk ta bën as greku as serbi, këtë e bën veti. Pra, problemi është që nuk ka politika kombëtare, domethënë na kupton. Asnjëherë në një fushatë elektorale në Shqipëri nuk pyetet një deputet se çfarë mendon ti, je duke u zgjedhur për librat e diasporës, për qendrat kulturore të diasporë, për shqiptarët në luginën e Përshevës që shpopullohen në këtë moment që po flasim, për shqiptarët në Maqedoni që janë të bëhen si kolon, si koloni. Pra, janë 1,5 milion shqiptarë në Maqedoni, ndërkohë që tani me pranimin e gjuhës bullgare dhe të minoritetit bullgar në Maqedoni, hiç minoritetin serb, hiç minoritetin bullgar, sa ata bullgar kanë qenë përjetësisht, as nuk ngelin 500.000 ata që do identifikohen me Slavo Macedonas. Pra, shqiptarët në këtë moment janë popullsi shumicë, po shqiptarët etnik në Maqedoninë e Veriut, pra janë qytetarë etnik, janë shumicë dhe prap u vjet në diskutim gjuha studentëve, u vjet në diskutim flamori, nuk është sankcionuar në kushtetut termi se shqiptarët që Maqedonia është shteti maqedonasëve dhe shqiptarëve. Pra, pse ndodh kjo? Ndodh sepse Shqipëria nuk bën dot presionet e saj. Sepse e ka pranuar këtë shtet në NATO, e ka lejuar që të hyjnë në gjitha institucionet ndërkombëtare, pa i vënë asnjë kusht. Ndërsa Greqia i ka vënë kusht, ja ka ndruar emrin. Bullgaria i ka vënë kusht, nuk e lejon me avancuar në integrimin evropian, sepse ajo mendon se gjuha, s'ka gjuhë maqedonase, është gjuha bullgare, as nuk ka kom maqedon, në vërtet nuk ka, sa ata janë slavë. Kanë ardhur në shekull 6-7 dhe Maqedonia antike ka patur 2000 vjet që të trim kur ta kanë rritur. Pa dhe kishën nuk kanë njohin serbët, gjitha. Ne ja u kemi njohur gjitha në kurriz të shqiptarëve dhe ata përsëri kanë frikë nga shqiptarët, shtypin shqiptarët dhe duhet me bërë protesta tjera, studentët, intelektualet. Pra gjitha këto janë dobësi të Tiranës, por ndikimet greke dhe serbe për fat keqe dhe ruse janë akoma të fuqishme. Dhe ato që thash që këtu nuk pyetet as kandidati për kryeministër, as për deputet, as për ministër se çfarë mendon ti për çështjen e shqiptarëve në Maqedoni apo luginë Përshevës apo në Sanxhak apo në Maltezi për shqiptarët që jo. Asnjëherë, domethënë politika ka bërë një shpëlarje të truve, riciklon një krizë të ashtuqyte politike që në fund rezulton një lojë politike dhe asgjë tjetër.
Dhe derisa shqiptarët i zgjedhin vetë udhëheqësit e tyre, deputetët e tyre, kryeministra dhe president, kështu do vazhdojë edhe këtu bashkohem edhe me ty. Pra nuk kemi institucione kombëtare. Policia është partijake, institucionet e sigurisë partijake dhe ideologjike, krejt administrata është ideologjike, prej 4 mandatësh si pjesa e opozitës është duke u larguar dhe duke u ushtuar numrit e emigracionit. Pra është vështirë për të ndërtuar një politikë, sepse nuk ka programe politike. Partitë që vinë pas një premtim të kësaj natyre. Dhe pasoret kanë ardhur kushtuar do të jenë shumë më të rënda në të ardhmen. Sepse është një situatë që po shkon duke u shformësuar dhe është e nevojshme që diaspora shqiptare, emigracionit mos heqtur nga Shqipëria të ndikojnë në mënyrat e tyre jo vetëm thjesht me votime, sepse ata i kanë gjitha potencialet dhe fuqitë edhe për të përfshirë në politikën shqiptare, edhe për të sjellë ndryshime dhe për të sjellë programe. Sepse ndotja që është bërë politikës e Tiranës ka për të mundur që të mos ketë besim ndaj askujt. Pikërisht pra. Kjo është dhe është bërë një me vedi e pa vedi e pak rëndësi ka, po është bërë një propagandë e pisët, sepse gjendja politike që ka shkaktuar kjo qeveri në Shqipëri ka filluar që, sepse ne si shqiptarë bëjmë dhe ne një gabim, po e nis nga vetja njerë. Ne ngatrojmë qeverin me shtetin. Dhe duke ngatruar qeverin me shtetin, nga krau tjetër kemi dhe një qeveri të pisët, dhe ose këtu është bërë njësh. Qeveria, shteti dhe partia funksionojnë si një organizatë partie. Kur qeveria bashkohet me shtetin, ajo jep pislëgun e saj shtetit. Dhe shumë shqiptar e harrojnë Shqipërinë për këtë arsye, sepse kur u thua ti emrin Shqipëri, nuk i vjen në mendje Adheu, i vjen në mendje Rama me shok. E thot ai, thot leje mor Shqipërinë, thot se s'dua fare. Dhe ky është gabimi ynë, sigurisht. Është gabimi andenjër. Skënder Buçfavaj ka bërë një poezi me titull një libër me poezi, voluminoz Frika nga dheu. Ajo është tash 30 vjet jeton në Zvicër bashkë me fëmijët e tjerë. Pra, sigur ai janë edhe me mira shqiptarë të tjerë që vërtet i frikson kjo Shqipëri. Që në kronikat e saj ka vetëm kriminal, vetëm hajdut, vetëm përcella drogë, vetëm pallate që digjen si me qenë mullar kashte, që nuk gjen as studios, as shkrimtar, as po them njerëz që kanë arritje individuale, e gjithë skena mediatike është në funksion që të terrorizojë shqiptarët dhe të largohen për fatkeq që larguar vetë intelektualet. Tradhti kombëtare nga brenda qeverisë. Të bësh shqiptarin, të bësh individin mos të doj më adeun e vet. Kjo është tradhtia kombëtare. Pra edhe Greqia dhe Serbia s'do e bënë dot më mirë. I thotë Ramos, e ke qari, thot, vazhdo vetë. Nuk duam të fusim hundë, thotë Ramos, vazhdo kështu siç je. Largoj shqiptarët, shpopulloje vendin, merr tuaj ritmi lindjeve më i ulët në Europë, ritmi largimeve më i lartë në Europë, varfëri maksimale dhe për ata që janë, për 10 vjet, mbase mund të jemi në BE, po do jemi jo Albania, do jetë në Albanistan, do të ndrojmë edhe emrin. Sepse shtetet quhen Shqipëri, quhen Kosovë sepse ka shqiptar. Por në rast se nuk ka më shqiptar, atë nuk quhet më kështu Shqipëri, por vërtet është shumë e dhimbshme, traumatike se si u shpopulluar kështu Shqipëria. Që nda memorandumet e Çuballovisë këtu i 150 vjet më parë, apo ideatorët e Megaloides dhe shpërndarjes Shqipërisë dhe të Buriopijit e tjerë, synimet kanë qenë sidomos të Serbisë shpopullimin e viseve. Ja kanë filluar nga Danubi, periferitë e Beogradit, kanë ardhur në Nish, në Sanxhak, në Mitrovisën e Veriut të duhem tani. Por tani ka ndodhur gjëja më të mëshme që është shpopulluar veriu i Shqipërisë, sepse në fakt Kosovën e bante aty veriu i Shqipërisë, i cili historikisht ka marrë pjesë në lufta deri edhe në luftën e fundit të vitit 98-99. Dhe tani që ajo është bushatis, tani edhe fizikisht nuk ka kush e mbron Kosovën.
sepse nga Tirana gjerë në Bajramçur, gjerë në Tropoj, nuk i bën një të ri. Janë mbyllur qindra shkolla. Është katastrofike, domethënë kjo situatë e shpopullimit. Se gjithçka mund të rregullohet në qeveri, mund gjendet një administrator shkëlqyer, mund të vinë shqiptarë si ju e qindra të tjerë të cilët një shkolluar dhe nuk i keni vjedh asgjë këtij shteti, se këtu po reduktohet kështu, duhet një njeriu që mos na vjedh kur i dëgjon në lagje, kur i dëgjon në takime të ndryshme. Pra, vetëm në rast se do vi shpejt një brez i cili identifikohet me kombin, identifikohet me kulturën dhe që mban përgjegjësi për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve, ne do të vazhdojmë në këtë situatë katastrofike. Po si, shiko, tani jemi në këtë situatë që jemi, në një situatë që është rrezik kombëtar, kemi arritur pra nga në vend të supozonim si shqiptar për trojet, pra për diçka më shumë, po jo vetëm ne si shqiptar, por çdo komb shikon te zjerimi, te fuqizimi, sepse kështu funksionon. Ne jo vetëm që nuk e kemi bërë atë, pra është totalisht e dështuar sot, por ne jemi pra kufit e Shqipërisë së sotme, janë vetëm rreth Tiranës, Tiranë-Durrës aty tek Shqipëria mesme, se më lart dhe më poshtë është Bosh. Është Bosh, janë ca qytete. Trekanshi, Tiranë, Durrës, Elbasan. Këtu janë vendosur 2 milionë shqiptarë. Një 300-400.000, 500.000 kanë ngel, domethënë pleqe plaka në disa qendra të vogla. Por është në rast se ndërtohen disa politika kombëtare, mund të punohet dhe bashkimi kombëtar është i mundshëm për të realizuar, sepse janë bashkuar Gjermania dhe nuk i ka sjellur gjithë Gjermania, nuk e ka destabilizuar Evropën. Megjithëse i kishte krijuar 2 luftra botërore, luftën e parë dhe luftën e dytë. Është bashkuar që nga vjeshta vitit të 90 vetëm i ka sjellur begati ekonomike dhe zhvillim teknologjik e Evropës, por ju lejo kam qenë në Serbia bashkuar, Greqia bashkuar, ndërsa Shqipërisë bashkuar, pra është një koncept që edhe ne vetë e kemi lejuar që të ndodhë. Të paktën gjatë luftës Kosovës vitit 98 dhe 99, unë kam shkruar 2 libra dhe libri që është vërtet për fat keq që unë kam shkruar Kobi traduktuar, atëherë ishte mundësia që Shqipëria, shteti shqiptar të hynte në luftë, meqense kishim mjete për të luftuar në atë periudhë edhe me NATO, me 200-300 avion, qindra tanke, artilleri, pra një bazë të fortë ushtarake. Asnjë plumb nuk është derdhë nga ushtarët shqiptar në qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në luftë në Kosovë për arsye humanitare, sepse qindra emigrantë, fëmijë, pleqë e tjerë u vranë, u banë në skena makabre si Reçaku e tjerë. Ndërsa shteti shqiptar për arsye humanitare dhe lidhjet e gjakut nuk i lejoi. Pra kjo ishte një tradhti kombëtare, sepse u shliruan nga ndërkombëtarët Kosovë. Kur ata e kanë shliruar, pastaj ata do vendosin rregullat e lojës dhe bashkimi shtyhet. Por atëherë ishte koha që shqiptarët, ushtria shqiptare hynte Republikës së Shqipërisë, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara nga ajri dhe në fund me 12 qershor Kosova do i bashkangjitej Shqipërisë dhe pastaj edhe Maqedonia Perëndimore, që është absolutisht e shumicës shqiptare. Pa kohët janë tani, sepse shpërbërja e Jugosllavisë akoma s'ka përfunduar. Dhe ajo mbetërina e fundit është ashtu quajtur Maqedonia e Veriut, që s'ka asnjë lidhje, vetëm 2 komunitete siç është etnike, siç është shqiptare dhe slava maqedonese, s'kan as lidhje gjuhë, as lidhje etnike, as lidhje kulture, asgjë fare. Pra ata e mbajnë si koloni, domethënë 1/3 e Shqipërisë, thjesht sepse Shqipëria nuk ka pas asnjë program strategjik. Dhe për fat keq edhe Kosova po vazhdon po imiton Shqipërinë në këtë aspekt. Po, është duke imituar Shqipërinë, nuk po na imiton tamam. Nuk na ka kopjuar mirë, nuk është imitues i mirë. Po rrugës është rrugës, është drejta se rruga. Me që jemi drejt fundit, ne kishim bërë 3 zgjedhje brenda vitit. Këtu po na e kalojnë. Po. Kanë shoh akoma atë diferencën që pra ndryshe janë rezultatet për një qytet X për pushtetin, pra për kuvendin dhe ndryshe janë për pushtetin lokal. Pra ka akoma vlerë, akoma funksionon
logjika e vlerësimit. Pra kryetarin e bashkisë për shembull, po ja fus me partitë tona, e dua nga PD-ja, po deputetin e dua nga PS-ja. Pra aty ende fillojnë njerëzit dhe logjikojnë kë figurë ta zgjedhin. Ndërsa ne jemi uniform. Kush voton deputetin e PS-s, edhe kur vjen puna për këshill bashkiak, pra PS-n voton, edhe për kryetar bashkie, pra PS-n voton. Ja fut direkt thjesht partisë. Këtu ne jemi uniform. 99% po them. Pra nuk gjykojmë individin. Pse nuk e gjykojmë individin? Jo për fajin ton, është edhe për fajin ton, situatën e kemi krijuar vetëm. Po Hakamllafi nuk e gjykojmë individin sepse është kryetarokraci. Pa tash çon si ka domethënë të më thuash ti mua kë ka vënë Rama kandidat për kryetar bashkie. Po Rama aty do vendosi Rama. Çon si ka domethënë. Si X-in si Y-in. Do marr urdhra nga Rama. Që unë them ky është Rama them. Kupton? Pa ne kemi krijuar këtë kryetarokracinë që e kemi të keqe. E kemi të keqe, po më jemi drejt fundit. Mos ta lëm pa e prekur. Pak këto propozimet për kodin zgjedhor. PS-ja na kërkon 101 deputet. Si të duket ty kjo si mendim? Mua më duket tentativë për të vrarë hyrjet e reja. Të bësh parlamentin pa minus 39, 101. Nga 140 në 101 deputet. Unë nuk jam, edhe unë e kundërshtoj këtë ide, ne du ta lëmë numrin 140, në rastet i bashkohesh me Kosovën, du ta rrisësh, pra Shqipëria du t'i parapri këtij zhvillimit, sepse nuk bashkimi i Kosovës në Shqipërinë është përpara, dhe s'mund ta ndalojë askush sepse është një proces historik. Tjetra është këto janë krijuar një burokraci partijake, domethënë tash 35 vjeçare dhe tani janë mendojnë vetëm se si të përjetësohen vetë me 100 deputet, mund ta bëjnë edhe me 50. Pra të krijohen me dy dhoma, do të imitojnë miniatur Senatin dhe Kongresin Amerikan. Por në 98-ën grupi i Sabri Godës, që është një nga themeluesit e kësaj kushtetute, hartuesit bashkë me Ngjelen Albani Imamin, e kanë pas parashikuar u hoq parlamentin sepse nuk kishin interes ose u dukej që nuk do ta kishin nën kontroll. Pra dyja këto raste për fat keq në Shqipëri nuk bëhen ligje dhe reforma me interes kombëtar dhe që të përfaqësohen sa më mirë qytetarët shqiptar, djeshmëritë e tyre, baza elektorale, gjitha këto bëhen përgjithsisht për interesa shumë të ngushta. Dhe tjetra edhe reforma elektorale tani për shembull opozita ka kërkuar që të bëhet një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura, siç e ka Kosova prej 20 sa vitesh. Dhe ka funksionuar. Edhe të paktën në rast se përdor program proporcional, bëhet e hapura dhe kombëtar, sepse shumë parti të reja nuk hyn dot për shkak se të dalësh në tropoj apo në skrapar apo në tablet duhet marrësh 32%, 33% që e ka të pamundur një parti e vogël dhe vetëm PD-ja dhe PS-ja dhe mund të konkurrojnë diçka në Tiranë e tjerë që është 5% për avo e tjerë. Kjo është arsyeja pse ata duan 101 deputet, sepse kanë frikë se duke u bërë me lista të hapura dhe duke u bërë proporcional kombëtar, kanë frikën që gara do bëhet e pakontrollueshme, sepse edhe do hyjnë subjekte të reja, duke qenë proporcional kombëtar. Por në radhë partiti nuk do të votohet 80% e këtij parlamenti, majtas së djathtas, sepse është me lista të mbyllura se 20 vjet, domethënë 2008, 2000 gati arritën 2028. Pra këta njerëz janë deputet pa i votuar kush. As vetë nuk e din se sa votues ka ta zëm filan deputet majta djathtë. Dhe jo vetëm i pa votuar. Po ti jo vetëm aq, po ti kur votoje as nuk e dije kush do ishte deputeti. Pra ti votoje me telebingo. Votuam tani të shohim. Këtë saktoj kryeministri. Unë i kam studiuar shumë ligjet elektorale në vitin 1991 të parat kanë qenë mazhoritar, në vitin 92 ne dolëm më keq Partia Demokratike dhe kërkuam mazhoritar me një proporcional dhe 40 vende u ndan me proporcional dhe 100 me zona elektorale direkte që dilin deputet. Dhe bënte disa rregullimi që jepte edhe partisë dytë për të vendosur balanca në ishte mirë dhe deri në vitin 1997 kemi patur ligjin elektoral mazhoritar me një korrektim proporcional në 40 vende. Pas vitit, domethënë 2005, po pastaj në vitin 2009 mas hyri ky sistem që faktikisht e ka rënuar demokracinë,
ka rënuar llogaridhënien që thati, sepse një qytetar, po themi në Skrapar apo në periferi të Tiranës apo themi në Tropoj, nuk e din se kë ka vërtet deputet për t'i kërkuar llogari, për të shkuar për t'i takuar. Jo, ai është deputet i listës, biles nuk ja u din as për nder fare, domethënë nuk as si duan t'i dëgjojnë, dhe vetëm varet më një si farë njerëzillaku apo një farë kulture. Pra është prishur marrëdhënia me elektoratin, me bazën, me qytetarët tek e fundja, dhe ai që e përshkruan që nga Lincoln dhe gjerësoj që demokracia është qeveri e popullit për popullin, për i popullit, që i ka shtuar Max Weber dhe që jep llogari popullit dhe llogaridhënien, këtu nuk ka funksionuar llogaridhënia. Këtu zgjidhet ai 4 mandate, dhe ai fiton të gjitha sepse i manipulon të gjitha zgjedhjet. Pra si të pushtetit lokal, si të pushtetit qendror, ai i manipulon. Domethënë nuk është. Opozita është e dobët, është e pafuqishme, është e dobët edhe me potencialin që e zgjedh. Ajo zgjedh dobët më dobët. Vazhdo dobët keqem keq bëhet kjo punë. Pra, domethënë u aletson akoma më shumë punën domethënë mjeshtërve të falsifikimit që janë në qeveri. U aletson akoma më shumë për shkak të përzgjedhjes. Të paktën atë që ke në dorë, opozita du ta bënte më mirë, të sjellë njerëz intelektualë, njerëz pak të përmendur. Kjo është arsyeja në mënyrë të padiskutueshme Partia Socialiste duke nuk e do listën e hapur, po do ta pranojë, siç ka thënë, me kushtin e uljes numrit të deputetëve, që kërkon dyshim kushtetues. Sepse edhe pse do e hapi listën, dhe duke pasur frikë se do dali nga kontrolli situata, sepse do rritet llogaridhënia dhe liria, që do bëj numrin e deputetëve siç po kërkon, sepse sa më pak janë, aq më lehtë i kontrollon. Ai edhe del para popullit që ja unë e hapa listën. Unë e çova 100, do ta çoj 50 fare, po e hapa unë listën thotë. Ka plot vende këtu. E hapëm proporcional kombëtar. Po jep, tani ti nuk mund ta bësh proporcional kombëtar kur ti ul numrin e deputetëve, sepse në fund ditës nuk e bëra asgjë. Sepse kush është ideja? Partitë e reja prodhuan një 6-7 deputet tepër, plus minus. Që do t'i merrin. Tani ti thua po e bëjmë proporcional kombëtar, do i marrin këta ato 6-7 deputet, apo ne do e çojmë 101 numrin. Kështu që ju zëre sigur nuk e kishit fare. Pra humbet kuptimi. Nëse bën edhe atë, edhe këtë. Dhe Partia Socialiste këtë ka vënë në tavolinën e negociatës përballë partive opozitare, që është ky forumi si quhet që po më merret me ndërcimin e e kemi diskutuar para 4 muajsh bashkë, po ashtu siç të thënë është kreti pa ndikim. Po, është pa ndikim. Do donim, ata janë njerëz të mirë, janë Po, patjetër. Ishte një propozim nga LZHK-ja, një propozim nga Shqipëria Bëhet, i detajuar ishte bërë si projekt ligj dhe Partia Demokratike që thjesht nuk ka rënë dakord me disa detaje, por ka rënë dakord në parim dhe PS-ja që bëri këtë kundërpërgjigjen për uljen e numrit të deputetëve. Dhe për ta mbyllur është edhe ndarja administrative. Ta rishon në 60 bashki. Tani bashkitë kanë ndikuar që ka ajo reformë të shpopullonte njerëzit sepse i takon 90 kilometër të shembull nga Valbona, nga Çeremi, Dërgovia të shkosh në Kuks 70-80 kilometra, mund të vlesh në Kuks të marrësh një vërtetim. Pra duke jo hequr shërbimet bazë, njerëzit erdhën në Tiranë, ata që nuk patën mundësi me ikja shtetit. Dhe tani kanë dalë me propozimin që me qenë se popullsia ka rënë, tani ne nuk mund të bëjmë edhe ato bashki, të bëjmë vetëm nga një bashki për një qark. Pra që do ishte një shkatrim total. Avash do ketë vetëm Tirana bashki pas, dhe do quhet bashki dhe kryeministri. Do jetë njëjta gjë. Po do të ishte një republikë kryeministrore, një mbretëri e pashpallur. Mbretëri. Pra situata kur nuk ka qenë më keq për popullin shqiptar, për intelektualët, për ata njerëz me integritet, të cilët nuk kanë pranuar që të bëhen socialistë gjithë. Se është turpër, në përditë dëgjojmë lajme si u bë socialist ky drejtor. Pra është gjëja më shumë turp që pasi e ke lënë 4 mandate pa bukë, pa punë, e gjuan dhe jep një karriga atje dhe sjellën nxjerr në televizor. Pra gjë shumë turp. Dhe unë jam shumë i dëshpëruar si njëri që marr pjesë në proceset demokratike, në themelimin e pluralizmit, të fjalës së lirë, mediave, kontribojnë në çdo moment që ta shohësh Shqipërinë të zhveshur nga çdo ideal demokratik. Është fatkeqësi, po ne jemi arkitektët e fatit tonë. Ne kemi vetë në dorë.
Në fakt po është duke ndodhur për para syve tanë, është ka ndodhur hap pas hapi, ditë pas dite, dhe është një situatë e pa shpjegueshme, por prapë opozita duhet të forcohet, opozita duhet jo thjesht të bëjë protesta me fishek zjarre, me ceremoniale si bëjnë lajme mediatike, por të gjej njerëzit ku i ka ti thra, ti vendos në krye, ti vendos në gjitha instancat dhe strukturat në mënyrë që të mobilizoj qytetarët, ti ndërgjegjësoj, si të thoshim dikur, dhe të bëjë të mundur që të rritet popullsia, të rritet e protestave, pjesëmarrja e këtij fakti. Ndaj ju lutem njerëz, mos shikoni fasadat, sidomos ju shqiptar në mërgim, që mbase jeni më larg sepse kush është në Shqipëri e ka evidente, e shef syri çfarë ndodh. Por edhe ju që jeni larg, mos shikoni fasadat, mos dëgjoni vetëm lajmet në mediat më të mëdha, sepse shumica e rasteve janë të paguara. Shikoni vetë çfarë po ndodh. Shikoni më me kujdes gjërat, se nuk kanë vlerë fasadat, nuk ka vlerë jo prallat që dëgjojmë dita ditës, jo ndërtimi, jo turizmi. Shikoni popullin, i cili po largohet. Pa çfarë do më? Po detyron një popull të largohet. Çfarë vlere ka çdo lloj fasade dhe çdo gjë tjetër? Shikojini gjërat drejt, mos u mashtroni, mos u gënjeni, mos lejoni t'ju gënjejnë, sepse duan t'ju gënjejnë. Duan t'ju largojnë nga dheu, ju që jeni në mërgat flas. Duan t'ju largojnë nga dheu, duan që ju të thoni a baba Shqipëria lëre se Shqipëria këtë punë ka. Ose duan që ju të mendoni sikur Shqipëria po ecën dhe po zhvillohet dëshmirë dhe nuk ka nevojë për ndihmën tuaj. Mos i bëjsoni këtyre gjërave se nuk janë të vërteta. Dhe fakti kryesor është shikoni vetëm largimin e njerëzve. Unë nuk do ju fus më thellë. Ka 1 milion, mund të jap 1 milion argumente, mund të qëndrojmë deri nesër këtu. Po vetëm shikoni një vend i cili po mbetet bosh. Shqipëria e shqiptarëve nuk do jetë më. Më keq se kaq nuk ka. Dhe fatkeqësia më e madhe, dhe për ta mbyllur, dhe pastaj do ju loj edhe juve thoni një fjalë fundit, është se ky është mungesa neglizhenca është kontributi që ne japim për shkatruar vendin tonë. Dhe nëse ne si popull në përgjithësi flas, jo çdo individ, ka individ që punojnë shumë fort. Në përgjithësi nëse ne do vazhdojmë të jemi neglizhent, është e barabartë sikur ne po punojmë për shkatrimin e vendit tonë, dhe nëse ne po punojmë për shkatrimin e vendit tonë, atëherë do ta arrijmë. Puna është mos punojmë për shkatrimin e vendit tonë, të punojmë për ndërtuar një komb të fortë, jo vetëm një shtet të fortë, por edhe një komb të fortë, një komb të fortë shqiptar i cili na përket ne. Ka qenë gjithmonë i yni. Me histori plot me sakrifica, mos a lëm të ndaloj sot. Dhe ju që jeni në mërgat, që mbase mund të jeni në një moshë më të madhe, këtë mallkim nuk ju alini vetes tuaj, po ju alini fëmijëve tuaj. Sepse ata që janë të mëdhenj në moshë nuk do e shohin, po fëmijët e tyre do ta shohin me sy Shqipërinë që do ngelet pa shqiptar. Ndaj mos ja lini këtë mallkim fëmijëve tuaj. Është shumë e thjeshtë. Bëni një kontribut. Thoni të vërtetën. Thoni edhe familjarëve tuaj atje në vend, sepse dëgjuam edhe të lutem kusho nga Gjermania na kalon një votë se mbajmë punën, pra jo, mos mendojmë më afat shkurtër, të mendojmë afat gjatë, sepse ndryshe do jemi vetë vrasësit e kombit tonë. Dhe do ja lëmë fëmijëve tonë para syve këtë fatkeqësi të madh. Ne ju lutem reagoni, sepse lëreni qeverinë, por adheu ynë është Shqipëria, është flamuri më i bukur në botë që e kemi. Pavarësisht çfarë bën Rama, adheu duhet dashur, sepse është yni, nuk është i Ramës. Mund thonë edhe ju fjalën tuaj mbyllëse. Dhe i falenderoj gjithë njerëzit që na kanë ndjekur. Faleminderit Tedi për këtë fjalë hyrëse dhe për gjithë debatin që bëm bashkë. Vërtet kjo është drama më e madhe e shpopullimit të Shqipërisë, sepse mund të vinë një mazhorancë demokratike me njerëz për interesa kombëtare, me njerëz që duan Shqipërinë, hapësira shqiptare që punojnë realisht për bashkimin kombëtar, që në fund të fundit të vendosen ato balanca historike në mes serbëve, shqiptarëve dhe grekëve, dhe mos grekë dhe serbë mos jenë dominant në mënyrat e tyre shekullore, të krijojnë destabilitet në Tiranë, në Prishtinë, në qendrat shqiptare, për shkak se ne pas u bashkuar Kosova, shqiptarët e Kosovës me Shqipërinë, ne akoma nuk jemi formuar në të vërtetë si kombë. Po kemi një shoqëria shqiptare në Kosovë, shoqëria shqiptare në Maqedoninë e Veriut, shoqëria shqiptare e Republikës së Shqipërisë, pra nuk jemi duke menduar si një kombë me një strategji të përbashkët, e cila nuk është e lehtë për të hartuar. Por ne për fat të keq vetëm në infrashi ka krijuar një traktat Shqipëria që ka qenë ç'është dhe ç'bë dhe ç'do bë.
për bashkimin kombëtar dhe një modeli perëndimor. Ne, asnjë filozof, asnjë historian, asnjë shkrimtar nuk është ulur, vetëm flasim kështu në përgjithësi për bashkimin kombëtar. Tjetra është që diaspora shqiptare, emigracioni shqiptar duhet i flas hapur, si qeverisë, si opozitës, si popullit shqiptar. Ato që thatë ju, e tha gjën më të mirë, të thotë që kjo është situata, ne mendojmë kështu. Kemi ikur se jam të gjëra 1, 2, 3 dhe nuk vim, apo do të vim të opozita për kërkojmë të gjëra ju. Pse si kemi formuar? Do t'ja dërgoni opozitës. Do të thonë komunitetin shqiptar në New York, apo në Chicago, apo në Detroit, apo në Texas, ku ka shqiptar gjithandej. Themi po, ne duam që ta rrëzojmë me votë këtë qeveri që ka bërë gjitha dhe kërkojmë nga opozita 1, 2, 3, 4, 5. Kjo e ndihmon shumë opozitën në Shqipëri, forcat e reja, forcat e vjetra, populli shqiptar, sepse jemi duke prekur fundin si shoqëri dhe këtu edhe po të ndjekësh lajmet vetëm për vrasje, për marrje peng, për parcela droge, për shtëpi i bari, për mënyra domethënë që nuk i gjen dot as manuale të torturave apo të vjedhjeve, i gjen këtu dhe ndodhin para syve tanë. Dhe është ndruar një shoqëri traumatike që terrorizohet nga mediat, që terrorizohet nga kriminalet, nga hajdutët, nga njerëzit pa dhe edhe pa kom. Pra, ajo që unë mund t'i bëj apel shqiptarëve kudo që janë në rajon po dhe botë është që të shohin me sinqeritet dhe ndershmëri shqiptarët dhe të kontribojnë me fjalën e lirë, me mendimin e tyre. Pastaj, në rast se këtu ka një lëvizje popullore që masive atëherë për të marrë pjesë dhe le të bëjnë, kemi thënë gjithnjë, bëjeni një listë me personalitetet të gjitha fushave, me inxhinierë, me studios, me filozofë, me inxhinier IT-s, me gjitha ato që duhen të vinë në Shqipëri dhe që të marrin frenat në dorë, sepse do të kishin mbështetje të vërtetë, domethënë nga të majt, nga të djathtë, nga qytetarët pa angazhuar, nga zona gri, se këtu nuk votojnë 60% e shqiptarëve nuk votojnë fare. Pra kjo është situata, megjithëse ka ikur nga Shqipëria, ka ikur nga dheu, ka ikur nga Afrika prej dheut. Është koha që bashkëndojmë shqiptarët që janë brenda, të cilët nuk janë përlyer në krimen, në korrupsionin këto, që i kanë përlyer gjysmën e këtij komi, e kanë fliqur, dhe të bashkohemi në mënyrë që të ndërtojmë një platformë, të ndërtojmë një organizëm qytetar apo politik apo intelektual që t'i drejtohemi shqiptarëve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon dhe në botë. Unë ishte kënaqësi vërtet që marri pjesë në emisionin tënd Qendrim dhe Albanian Community TV dhe gjithë ndjekësit, në emër të ndjekësve të Televizionit Nacional Alban, ju përshëndes Dedi, ju uroj sukses dhe drejtoni shkëlqyer, domethënë emisionet tuaja janë shumë të mira. Ju përshëndes ju, staf të Televizionit dhe të gjithë. Të falenderoj shumë për bashkëbisedimin që patëm bashkë, për kontributin që dham edhe një herë për një kauzë të përbashkët, jo vetëm tonën, po të shumë shqiptarëve në shumë vende të botës, të cilët vërtet ka njerëz që sakrifikojnë për këtë kauzë, thjesht numri duhet të jetë më i lartë që ne t'ja dalim ban. Dhe nuk ka asgjë që është e pamundur, është e vështirë, por nuk ka asgjë që do të jetë e pamundur. Dhe në fund ditës, vështirë është të luftosh, po vështirë është edhe të dorëzohesh. Kështu që tani ne duhet të zgjedhim vështirësinë tonë. Nuk do dorëzohemi. Nuk do të dorëzohemi, patjetër. E kemi ndarë mendje. Kemi miq në Amerikë, që në mos ke frikë, se jemi në Amerikë, inshallah. Djem e vajza në Amerikë. Falenderojmë, po edhe vajza. I falenderojmë gjithë që na ndoqën, gjithë shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, gjithë trevat, Amerika dhe çdo vend në çdo cep të botës që janë. I falenderojmë shumë. Bëheni share, sepse është për të mirën e kauzës, jo për të mirën tonë. Është për të mirën e kauzës të përbashkët. Ju falenderojmë shumë dhe urojmë mbrëmjen e mirë apo sado që të jetë ora në vendet e botës ku ju jeni. Ju pashim.